Sot do t'ju tregoj si të lani peshqirët në lavatriçe e t'ju mbeten të bullë. Filloni duke ndarë peshqirët nga rrobat e tjera. Peshqirët duhet të lahen veç nga rrobat e tjera, sidomos nga ato delikate. Ndani dhe peshqirët e bardhë nga ato me ngjyrë për të shmangur përzierjen e ngjyrave. Mos e mbingarkoni lavatriçen. Peshqirët kanë nevojë për hapësirë për t'u larë më mirë dhe të shpëlahen siç duhet. Shkundni secilin peshqir përpara se ta fusni brenda, që të mos ngjiten me njëri tjetrin, përdorni një detergjent cilësor. Kujdes mos shtoni shumë detergjent, sepse mund të mbetet në fibra dhe t'i bëj peshqirët të fortë. Për larje përdorni temperaturë midis 40 dhe 60 gradë Celsius. Kjo ndihmon për të vrarë bakteret dhe për të hequr papastërtitë. Zgjidhni ciklin normal ose atë për larje të fortë e të gjatë, sepse peshqirët janë të trashë. Shtoni një sasi të vogël detergjenti, por pas bardhues të fortë. Mund të shtoni gjysmë gotë uthull të bardhë gjatë ciklit të shpëlarjes për t'i zbutur peshqirët dhe për të hequr aromat. Kujdes, zbardhuesit e fortë mund të dëmtojnë fibrat e peshqirëve. Mos përdorni shumë zbutës rrobash, ai mbulon fibrat e peshqirëve dhe ul aftësinë e tyre për të thithur ujin. Ndizni lavatriçen dhe prisni derisa të përfundojë cikli i plotë. Hiqini peshqirët menjëherë pasi të përfundojë larja dhe shkundini për të shmangur ngjitjen. Kjo do t'i mbajë ata të butë dhe të freskët. Thajini në ajër ose në tharse me nxehtësi mesatare. Kujdes, sigurohuni që të thahen plotësisht për të shmangur mykun. Mund të shtoni topa tharjeje, dryer balls, për t'i mbajtur peshqirët më të butë dhe me volum, dhe tani, peshqirë të pastër, të butë dhe të freskët çdo herë.